Megjithatë, profesor Agroni, çfarë recetash i duhen një besimtari për të patur një fizik optimal gjatë Ramazanit, gjatë agjërimit? Për shembull, në mënyrën se si do të konsumon ushqimin, sasi që do të konsumon, përgjithsisht cilësinë e tyre, me fjalë llojet e ushqimit që do të konsumon, që gjithsesi kjo recetë është mjaft e nevojshme sepse dihet që besimtarit paktën e ka kështu si e ka parim që të fuse më të mirën në fizikun e tij. Po vetë dhe mos ta dëmtoj vetveten. Po vetë fakti se për agjërim të sinqert kemi shpërblime të shumta, tregon se nuk është aq lehtë të agjërosh. Mirë po, me një kujdes, si nga aspekti kualitativ, kuantitativ dhe koha e marrjes së ushqimit, shumë lehtë do të përballohet edhe ajo periudhë. Fjala vjen të ta bëjnë çik pyetjen më trash fara. Du ngrën makarona në pse jo? Pse jo nëse është hall. Mirë po, jo, këtu janë disa gjëra se secili prej nesh duhet të parapërgatitet për muajin e shajt të Ramazanit. Mos të presim nesër Ramazan edhe nesër po qomi po agjërojmë nesër. 2 javë më herët do të fillohet përgatitet organizmi. Si? Për shembull, personat që kanë shprehit të konsumojnë kafe edhe çaj të zi, po edhe çaj të gjelbërt, apo në përgjithësi pijet e kafeinizuara, duhet minimizu apo duhet shmang fare. Për arsye se kafeina është një diuretik i fuqishëm, sidomos në orët mirë, mund të tolerohet në iftar, po në asnjë mënyrë në kohën e syfyrit nuk tolerohet që të pijen pijet e kafeinizuara. Për arsye se këto do të shkaktojnë diurezën, largimin e langjeve, edhe do të arrihet ai kundër qëllimi asaj që na dëshirojmë që të kemë langje në trup, të përballojmë këto dieta sa më lehtë. Mandej, 3 racione në ditë. Pse të mos i kthejmë natën ato racione? Po vjen koha e iftarit. Mos të marrim ushqimin thuajse s'kemi më kohë të ushqemi, edhe këtë ushqimin që e kemi të hajmë. Çka preferohet një iftar shumë i lehtë? Nuk është Ramazani, është muaj i shajt, mos të hytash në ato që hoxha i ditë më mirë se gjithë ne, po në këtë muaj nuk duhet të shajzojmë vetëm me agjërim. Kemi edhe ibadete tjera të cilat do të shoqërohen. Të lajmë hapësirë për kryerjen e tyre. Një iftar shumë i preferueshëm është të prishet iftari me 1 gotë ujë apo 2, të mirët në minimum 3 hurme, e kem shprehi ne muslimat që të prishëm me hurme, edhe mund të pijet një supë, të ndërpret ushqimi i iftarit, të kryet namazi i akşamit, të pritet të bëhet ibadet apo të bëhen ato konsulta që kanë pushimi, të fillohet me namazin e taravis, pas namazit të taravis preferohet një dark begi kalorike le tjetë. Po në asnjë mënyrë ushqim kalorik jo në kohën e syfyrit. Jo në kohën e syfyrit. Mandej, çka preferoj nga aspekti nutricionistik? Preferoj që të mos e presëm minutën e fundit, edhe kafshatën e fundit të fusëm në gojë gjatë kohës së syfyrit. Mirë kishte me qenja 40 minuta para fundit, para imsakut, të përfundojmë ushqimin. Të lajmë pak kohë, disa të ratot ushqimit, të lajmë kohë se preferohet dikun gjys ore, pas përfundimit të ushqimit të pijet ujë. Atëherë kishte me qenë mirë të lihet një gjys ore, të mirët ujë mjaftueshëm, të mirën pak pemë, perime që ka marrëm, në mënyrë që të shkojmë në mënyrë të rregullt të ditën e ardhshme të kemë një agjërim tamam të lehtë. Është shumë e rëndësi të kushtohet rëndësi hidrative. Dhe për iftarit deri në syfyr jo sa më tepër, po brenda normalës të hidratohet, të marrëm ujin e mjaftueshëm për organizëm. Shfrytëzoj rastin nga këtu që të informoj të gjithë ndëgjuestat, shikuestat që shumë thjesht të llogarit çfarë peshë ka, të shumëzoj me 30 edhe do të nxjerr sa mililitra ujë ka nevojë trupi tina. E kam fjalën pa aktivitetet sforcume fizike. Të konsumoj, të shfrytëzoj rastin për iftarit deri në syfyr të merr atë sasi të ujit. Shumë ka rëndësi për langje. Më tepër se sa për ushqim ka rëndësi për langje. Po, edhe një punë tjetër. Mos të mendojmë se nëse hajmë shumë bukë, më pak kemi me pas uri. E kundërta është. Aq më shumë që të hajmë më tepër kemi me pas uri. 3 ditë, 5 ditë pas të para do të kemë pak probleme, mirë po Zoti ka kriju njeriu një sistem shumë dimenzional me veti automatike, po dhe shumë adaptuese. Me njëherë pas 3-4 ditë agjërim, organizmi do të adaptohet, ndjenja urisë do të bie, sistemi ynë do të fillon të funksionoj këtë në tjetër rrugë.
duke tentuar që të ruaj materet ushqyese të nevojshme, të ruaj lagjet, edhe çka, të shkrijë masën dhjamore. Me shkrirjen e masës dhjamore, do të lirohen ato toksinat e mbjellura të deponuara me muj të tënë në organizmin tonë. Kjo është një tjetër e mirë që do të bëhet një pastrim i brendshëm, një detoksifikim i organizmit në tërësi.